për me kontrollu edhe ju a jeni duke u tarifu me tarifë të ulët apo të lartë pas orës 22, kontrolloni njësorët e juaj të energjisë elektrike, po e marrim një shembull në një ndërtesë këtu. Do të thotë doni me shtyp disa herë këtu. e 56. Ora në fakt shënon 22:01 minutë, do të thonë është disa minuta mbrapa. Okej, do të thonë pak a shumë veç po kuptohet çka po dojna me përshkru përmes këtij hulumtimi. Është në ora 22, do të thonë na nisëm me u tarifu me tarifë të ulët. Pra hen në fuqi tarifa ulët, ju e lëshoni bojlerin, makinën e larës temve, rrobave e të tjera, por në fakt njësori juaj është ende disa minuta mbrapa, pra ende jeni duke u tarifu me tarifën e lartë. Mos harroni ka dallim mes tarifës lartë dhe të ulët. 1 kW i tarifës lartë kushton diku 9.05 cent, ndërsa i tarifës të ulët 1 kW kushton 3.88 cent. Ndesni hulumtimin në vazhdim. Devijimi i njësorëve të energjisë elektrike. A i keni kontrolluar njësorët në shtëpitë e juaja? A e dini se koha reale dhe koha e njësorit mund të jenë ndryshe nga njëra tjetra? Nga 1050 mostra që kemi mbledhur në teren, vetëm 3 njësorë kanë dalër të saktë, pra mbi 99% janë gabim. Kur ti mendon se po kursen energji, në fakt je ende duke paguar me tarifë të shtrenjtë. Një hulumtim që tregon se si shumica e qytetarëve dëmtohen financiarisht, ndërsa një përqindje tjetër përfitojnë nga kjo çështje. Një nga format më të lehta për të kursyer energji elektrike është fryzimi i pajisjeve shtëpiake pas orës 22. Kur ju shpenzoni energji me tarifë të ulët. Kjo sepse sipas vendimit të ZRE-s, tarifa e lartë aplikohet nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 22 në mbrëmje, ndërsa pas kësaj ore hyn në fuqi tarifa e ulët, dukshëm më e lirë se ajo e larta. Kjo është arsyeja pse shumë prej qytetarëve aktivizojnë makinën e larës së enve, rrobave, bojlerin dhe pajisje tjera shtëpiake pas orës 22. Që të kursejnë energji. Por çka nëse njësori juaj i energjisë kur bëhet ora 22 është ende duke faturuar me tarifë të shtrenjtë. Një hulumtim i Gazetës Nacionale në teren ka zbuluar të dhëna shqetësuese mbi sinkronizimin e orës së njësorëve të energjisë elektrike dhe orës reale. Ne kemi qenë në Prishtinë, Ferizaj, Gjilan, Fush Kosovë, Podujev, Pej, Prizren, Mitrovic e Gjakov, ku kemi mbledhur në total 1050 njësorë të energjisë elektrike që shfrytëzohen nga qytetarët, duke krahasuar orën e këta njësorë dhe orën e saktë sipas kohës zyrtare. Rezultati tregon një devijim të madh. Vetëm 3 njësorë nga 1050 në total rezultuan pas një devijim në kohë. Të gjithë të tjerët kishin diferenca. Mbi 63% të njësorëve rezultuan se janë mbrapa me kohë, ndërsa mbi 36% ishin përpara me kohë. Kjo tregon se mbi 63% të qytetarëve të cilëve u kemi kontrolluar njësorët e energjisë nuk kalojnë në tarifën e lirë fiks në ora 22. Duke u dëmtuar direkt, pasi që vazhdojnë të paguajnë me tarifë të shtrenjtë, atëherë kur duhet të ishin duke paguar me të lirën. 36% tjetër ndoshta edhe përfiton nga ky devijim, me ose pa vedije. Prej 63% të njësorëve që rezultuan se janë mbrapa me kohë, pra që nuk hynë në tarifën e lirë fiks në ora 22 në mbrëmje, 67% prej tyre ishin mbrapa prej 1 deri në 10 minuta, 11% prej tyre ishin mbrapa 10 deri në 60 minuta, ndërsa mbi 4% rezultuan mbrapa mbi 60 minuta. Prej komunave që i kemi pa gjatë hulumtimit që janë mas shumti me devijime më të mëdha janë Fush Kosova, Prishtina dhe Prizreni. Fush Kosova për shembull ngre alarm të madh shkaku që 100% prej tyre kanë devijime, pra më shumë se 1 minutë, ndërsa 98% prej tyre janë me devijime negative, pra minus, që vënon pra qytetarët me hi në tarifën e lirë pas orës 22, sepse orën në njësore kanë më përpara, 2-3 minuta, 5 minuta deri në 30 minuta. E njëjta gjendje është edhe në komunën e Prishtinës, në kryeqytet, ku mbi 89% të njësorëve që i kemi marrë në hulumtimin tonë kanë rezultuar që janë me devijim masiv, pra minus, negativ, pra një
njëjtë sikur në fushë Kosovë dhe Prizren. Edhe në Prizren do më thonë bit 86%. Gjitha këto komuna që po i përmendëm me probleme të mëdha, me devijime kohore të mëdha në njësore dhe në kohën reale, pra jemi të folë për qendra të mëdha. Kjo normalisht ngret dyshime dhe është alarm për institucionet, po edhe ngret dyshime mbi monitorimin edhe kontrollin të sinkronimit kohor që ndodh tek njësoret e energjisë elektrike edhe në kohën reale. Normalisht kjo është dash me qenë një alarm edhe për me pas një sqarim pastaj prej operatorëve KEC-it, KESCO-s, po gjithashtu edhe prej zyrës së rregullatorit të energjisë, e cila është dash me i kontrollu këtë çështje edhe me vepru në mbrojtje të interesit të konsumatorëve. Në Kosovë, sipas raporteve zyrtare, janë mbi 700.000 njësor, prej të cilëve mbi 400.000 janë njësor të konsumatorëve familje, pra jo biznese dhe industri, vetëm familje. Është shqetësuese ta mendojmë se mbi 60% e këtyre konsumatorëve mund të jenë duke u dëmtuar direkt duke paguar energji me tarifë të shtrenjtë, kur do duhet të paguanin me tarifë të lirë. Është shqetësuese gjithashtu ta mendojmë se një pjesë tjetër e këtyre familjeve ju mundësohet përfitimi në këtë situatë me ose pa vedije. Kjo çështje nuk është e re. Në fakt është përmendur në një raport të publikuar në nëntor të vitit 2024 të mbështetur nga Ministria Federale e Gjermanisë për zhvillim dhe bashkëpunim ekonomik, ku thuhet: është e rëndësishme që qytetarët të analizojnë njësoret elektrik në Kosovë, pasi ora e brendshme e pajisjeve në shumicën e rasteve nuk është në sinkron me orën reale. Prandaj në shumicën e rasteve orët digjitale në Kosovë nuk e bëjnë leximin e saktë të tarifave të larta dhe të ulta. Askush nuk ishte reaguar pas publikimit të këtij raporti. Në fakt, askush nuk ishte reaguar as gjatë vitit 2025, kur qytetarët kishin nisur të ankoshin në rrjetet sociale se kursimet që po bëjnë nuk po reflektohen në fatura, dhe kjo për shkak se njësoret e tyre të energjisë elektrike nuk e kishin kohën e sinkronizuar me kohën reale. Kodi i matjes i publikuar në fazën zyrtare të ZRE-s, tek pjesa e sinkronizimit kohor, ndër të tjera thotë: nëse diferenca është më e madhe se 2 sekonda dhe më e vogël se 9 sekonda, atëherë sistemi AMR-s automatikisht do ta korrigjojë kohën e regjistruar nga njësori. Aty ku diferenca e kohës është më e madhe se 9 sekonda, koha e regjistruar nga njësori nuk do të korrigjohet dhe të dhënat e mbledhura do të vazhdojnë të përpunohen, kurse do të hetohet shkaku i mospërputhjes dhe të kuptohet efekti i mospërputhjes në mbledhjen e të dhënave. Statistikat që dalin nga hulumtimi jonë tregojnë se devijimet më të mëdha se 9 sekonda janë në mbi 98% të njësorëve, gjë që do duhet të ishte alarm për operatorët dhe organet përgjegjëse në mënyrë që qytetarët të mos vazhdojnë të dëmtohen. Në fund, cili është kuptimi i tarifës së shtrenjtë dhe të lirë, tarifës së ditës dhe natës, ku njësori nuk është i sinkronizuar dhe llogarit kohën gabim. Sa do të reagojë dikush pas këtij hulumtimi në mënyrë që të jap fund dëmit që ju shkaktohet një pjesë të madhe të qytetarëve, kjo varet nga institucionet përgjegjëse. Ju mund të kontrolloni edhe vetë njësorin tuaj të energjisë elektrike për të kontrolluar saktësisht se kur hyni në tarifën e lirë dhe kur jeni duke shpenzuar me tarifë të shtrenjtë. Gazeta Nacionale ka dërguar pyetje edhe në ZRE dhe KEC e KESCO për të kuptuar pse njësoret nuk janë të sinkronizuar me kohën reale, ashtu siç përcaktohet me ligj dhe kodet e publikuara nga vetë zyra e rregullatorit të energjisë. Por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje deri në momentin e publikimit të kësaj video.